Gjatë festave të fundvitit, tregu është i mbushur plot me dhurata për fëmijët të cilat në brendi kanë produkte ushqimore të preferuara nga fëmijët. E në ditë feste, kujdesi duhet të jetë shumë i shtuar nga ana e prindërve në blerjen e këtyre dhuratave për t'i kontrolluar ato. Kjo pasi pjesë e tyre vazhdon të ngjallin dyshime serioze si për përbërjen, ashtu edhe për çmimet. Kështu deklaroi në një lidhje virtuale Selatin Kaçaniku, kryetari i shoqatës Konsumatori. Në vite me radhë kemi pas dyshime ndaj disa paketimeve, natyrisht se mes tyre ka dhe paketime që janë përgatitur me shumë përkushtim ndaj fëmijëve, por ka të tillë të cilët e shfrytëzojnë momentumin dhe e bëjnë atë që as fëmijëve as neve të rriturve nuk na pëlqen. Është edhe problemi i çmimeve, sepse çmimet janë të ngarkuara, të nderuara, janë produkte ose oferta shumë të shtrenjta. Ai gjithashtu shtoi se përbërja këtyre paketimeve është shumë për të diskutuar, pasi përmbajnë artikuj që nuk janë në favor të shëndetit të fëmijëve, duke qenë kryesisht të bazuara në sheqer. Përbërja e tyre është shumë për të diskutuar. Ka shumë artikuj të cilat nuk preferohen për fëmijë, në veçanti kur kemi të bëjmë me artikujt që janë mbi bazën e sheqerit. Mos harrojmë se edhe Nutella e famshme mbi 60% në përbërje ka sheqer. Në këtë drejtim, Kaçaniku këshillon që institucionet që përgatisin dhurata kolektive për fëmijë, si shkollat, qerdhet apo ndërmarrjet, i përgatisin vetë paketimet në konsultim me nutricist të kualifikuar dhe sipas moshës së fëmijëve. Këshilla ime është, nëse më pyetni, që në veçanti ata që përgatisin dhurata kolektive për fëmijët, si shkollat, qerdhet, ndërmarrjet e tjera, që paketimet i përgatisin vetë në konsultim me një nutricionist të kualifikuar për moshën e fëmijëve dhe një pedagog nëse është fjala për qerdhe, foshnjore ose për shkolla fillore. Kaçaniku kritikon institucionet për mungesë të vëmendjes ndaj kësaj situate. Ne, duke u nisur nga qeveria edhe nga kjo legjislaturë, ata i japim përparësi biznesit. Rrallë kush në Kosovë, në veçanti mes institucionesh dhe partish, e din se komponenta kryesore socio-ekonomike është nevoja, është kërkesa, është transakcioni, dhe bartësi i këtyre veprimeve është qytetari konsumator, është familja konsumatore, ne njëherë kemi dhe taksa pagues, jemi ata që e mbajmë buxhetin e shtetit. Ne paguajmë për këto shërbime dhe këto shërbime që i paguajmë ne nuk na kushtojnë lirë, janë shumë të kushtueshme. Prandaj nuk diskutohet. Qeveria, në veçanti Minti dhe kur flaset për artikujt ushqimor OVK-ja, duhet ta kenë prioritet këtë periudhë para vitit të ri, para festave të fundvitit, që të kenë kujdes të kontrollojnë të gjitha paketat që i ofrohen, që i destinohen fëmijëve. Në fund, ai kërkon më shumë përgjegjësi dhe kontroll institucional për t'i mbrojtur interesin e konsumatorëve.